mëngjesi nga Vlogmas dita 1. Po bëj Vlogmas për herë të parë dhe thash ta provoja. Kështu që po. Kam bërë mëngjesi, është pak diell këtu edhe mezi po shikoj. Kam bërë mëngjesin një pjadin edhe kafen. Do ha këto dhe pastaj do çohem që të bëj punën. Sot nuk do bëjmë ndonjë gjë të veçantë, çfarë kam bërë gjithmonë. Këtu tek ne ka harruar të vijë dimri. Akoma ka vap. Edhe po, një ditë që freskohet fillon na nxjiret zëri. Jemi mësuar keq. Kemi ardhur me Jasona në këtej xhiro në natyrë, sepse mblodha unë disa nga ato boçet e pishës, më duhen për tek pema kur ta dekorojmë, besoj se këtë fundjavë, edhe po bëjmë dhe një xhiro, dhe pastaj do ikim. Erdha në shtëpi, Jasona në zëri gjumi dhe vendosa për drek fjerza, se kemi disa kohë ham vetëm mish, gati çdo ditë. Jo me supra, jo tek datëlindja Jasona, se ka kaluar vetëm 2 ditë që ka qenë datëlindja. Edhe, po, unë nuk kam bërë vlog, sepse nuk e di, çdo që ndodhi shpejt ikëm direkt edhe në tek lokali, aty tek lokali ku ka dhe lojra për fëmijë. Ja kaluam mirë në përgjithësi dhe, po, diçka e thjeshtë ishte. Po, për edhe thjeshtësa që të ham shëndetshëm sot. Ju hapa që t'ju bëj haul, më ka ardhur një pako nga Temu. Javën që kaloi kam qenë ekskursion me Ajlën, kishte me klasën Ajla, me kopshtin. Vajtën tek një si muze, se si tregonte se si bej vaj i ullirit, si beshin ca biskota që këtu quhen kuluraq. Edhe ne qëndruam jashtë, ishte një qendër tregtare e hapur. Po i gjeta emrin, do t'ju lë këtu, ishte shumë bukur. Dhe vajta pak në Pepko, kështu që do t'ju bëj edhe një Pepko haul, sepse akoma nuk i kam nxjerr më të shumta të gjërave nga çanta. Nëse, sot në mëngjes isha pak në supermarket, sepse doja djath kaçkavall, edhe çfarë që edhe qumësht për Ajlën më kishte mbaruar. Kështu që mora 2 arusha për fëmijët, sepse i kishim parë tek një libër i supermarketit. Ajla donte këtë gingerbreadin me kapele, edhe Jasona si morëm babagjyshin. Meqense kam Jasonan shumë të vogël, nuk do të vendos dekor që janë porcelan, qelç, gjëra të tilla që mund të rrezikoj që të vritet djali. Kështu që këtë vit do të vendos sa më shumë druri, dekorime druri, që nuk janë të rrezikshme dhe po t'i marr dhe të luaj me to. Tek supermarketi gjeta këtë, ishte diku te 2 euro, 1,90 e ca euro, diçka tjetër. Dhe tjetër ka marrë dhe këtë pemën, edhe kjo diku aty ishte me çmim me sa pash. Se atje vendosin dhe çmime të gabime dhe nuk kuptojnë dhe mirë ndonjëherë. Më pëlqen shumë, edhe po, nuk janë të rrezikshme të paktën. Sepse kemi dhe problemin që i fut në gojë, kështu që këto nuk kanë rrezikshmëri. Tani do t'ju tregoj edhe Shein haul. Unë e kam hapur, po janë të gjitha gjërat brenda. Kështu që arsyeja, do të dëgjoni edhe pak zhurmë. Arsyeja pse bëra një porosi në Shein, mbas besoj se 1 viti, edhe më shumë nuk kisha bler, kisha shumë kohë pa bler. Ishte një fustan
Ishte një fustan që na kërkuan tek Baleti Ajlës për tani në festa. Besoj se do bëjnë ndonjë kërcim, nuk e di çfarë do bëjnë, ndonjë shfaqje. Kështu që na thanë që ta merrnim këtu, këtë link na dha dhe e porosita ishte ky këtu. Ky këtu. I lezetshëm, cilësinë e ka goxha të mirë, por pastaj nga që unë atje tek kërcimi ka vendosur numrin e burrit, nga që burri e çon Ajlën, edhe ata e kanë futur në një grup në Viber, dhe burri nuk i lexon kurrë mesazhet, thjesht më ka dërguar linkun e kësaj dhe kaq. Pastaj kishte folur me mësuesen dhe kishte thënë që po mamat e tjera kishin zgjedhur një fustan nga Temu tjetër dhe kjo nuk do përdoret. Kështu që neve na i porositi mësuesja me disa fustane të fëmijëve të tjerë dhe kë ngeli tani. Unë tani këtë ku ta çoj? Besoj se do ta kthej sepse nuk është as për ndonjë rast, është më shumë për këto balerina. Kështu që do ta kthej se kushtonte diku te 18 euro. Duke marrë këtë, unë shikoj dhe disa gjëra për vete dhe ato mi dhanë me kupon me ulje gati falas, sepse kjo vetë kushtonte 18 dhe kam paguar me gjithë të rrugë diku te 20 euro. Kështu që po ju tregoj dhe gjërat e tjera që janë super të bukura. Gjëja e parë është një fustan që më ka surprizuar për mirë, nuk e prisja që t'ishte kaq i bukur dhe kaq i mirë. Tani si cilësi është ky materiali stretchje që të ngjitet për trupin, edhe është i lezetshëm, nuk është ndonjë material pambuk i mirë, cilësi wow. Është ky fustani i shkurtër me këto rrudhat këtu te barku, për ne që edhe kemi lindur dhe zakonisht unë kam vuajtur nga barku që kam pak të fryrë, do më ndihmoj që mos të duket shumë. Ka këtë lulen këtu që uroj që kur të lahet në lavatriçe mos të prishet. Nuk e di, dyshoj për këtë. Dhe e veçanta është se ky fustani, meqense është goxha i shkurtër, ka tuta të vogla, streçe të vogla që nuk lejojnë edhe po të ngrihet fustani apo të ulesh kështu, nuk të del gjë. Pavarësisht se unë do ta vesh me geta, është fantastik, shumë i bukur, më pëlqen. Dhe po, nuk do ta provoj dot tani, do ta shikoni më vonë kur ta vesh, sepse nuk kam kohë, dua të mbledh dhe pak shtëpinë, se do të marr Ajlën. Dy gjërat e fundit, duke ardhur dhe unë duke u bërë më selektive, duke bler sa më pak gjëra, nuk kam më shumë qef më që të blej gjëra koti që t'i hedh, më shumë i mendoj shumë herë, pastaj e blej diçka. Edhe më vjen mirë për këtë. Kam bler dhe një bluzë. Kjo është kështu, edhe kjo është me pak mbledhje. Nuk isha një bluzë të tillë, edhe nuk para vesh kështu, zakonisht i vesh vetëm të zeza, por më pëlqeu. Këtë e mendoja më krem, por edhe kjo ngjyra kështu, gjithsesi nuk është e keqe, bezh është. Është pak fare golf, sepse unë vuaj nga steroidet edhe nuk mund të vesh, doktori mi ka ndaluar golfet, edhe pse ndonjëherë unë e vesh dhe të shkurtër, por e ndjej edhe vetë ndryshimin që fillon edhe më bezdis. Nejse, nuk është krop, është normal, besoj. Materiali është hajt mo, që është të veshur disa herë, është i lezetshëm. Mos të presim në ishtë madhe. Dhe e fundit është një pjatë druri për Krishtlindje. Ja, sepse pas ka dhe një qese tjetër. Është e lezetshëm për, nuk e di për ndonjë gatim për biskotat, për shembull, për foto, më pëlqeu. Mund ta vendosësh edhe kështu, diku. Është e bukur, më pëlqeu. Edhe ishte goxha e lirë, prandaj nuk e mendova mirë. Si madhësi më ka surprizuar se zakonisht kur i merr nga 2 euro këto në Temu e në Shein, dalin kaq të voçkla.
gjithsesi e lezetshme. Kështu, unë tani do gatuaj, do mbledh pak shtëpinë dhe pastaj do iki të marr Ajlën, se në orën 1 mbaron. Nuk u kam hapur fare gjatë pasdites, por mbasi hëngrëm drekën, kemi ikur direkt të kushërira e burrit dhe kemi ndenjur deri tani në këtë orë atje. Atje hëngrëm dhe darkën, kështu që nuk ju kam marr fare me vete. Fëmijët fjetën në makinë, kështu që i vendosa direkten tek krevati tyre, edhe po. Që parë harrova t'ju bëja Pepco haul, t'ju tregoja gjërat që blem në Pepco, e nuk e di pse më ikën nga mendja, pastaj me vrap u zgjua jasuna dhe i kam mora Ajlën. Nuk e di pse, po këtu fluturon koha, ikën shumë shpejt dhe nuk e kupton kur është mëngjes, kur është drek edhe kur është darkë. Kështu që po ua tregoj shpejt e shpejt, me qenë se kanë dhe tematikën e Krishtlindjes. Okej, ndryshim telefoni, sepse telefoni im nuk e di pse, por më nxjerr shenjën që është full me memorie. Nëse do ta rregulloj atë dhe do hedh këtë video në atje që tipi bashk. Po ju thoshe që kam marr çorape për vete me këto tematikën e Krishtlindjeve. Ishin 2 palë 3 euro, kështu që materialin e kanë goxha të plot, peshqir nga brenda, kështu që do të më mbajnë ngrohtë, sepse pash tek moti që do filloj të ulen temperaturat goxha këtë javë, kështu që do na shërbejnë. I kam marrë Jasonas 2 nga këto bluzat që janë me pak push brenda. Edhe këto ishin shumë të bukura. Më pëlqyen shumë edhe si figura. Tjetër i kam marrë një pullover Jasonas, më shumë aty i kam bler sepse Ajlës nuk po i gjeja dot. Por që s'ka problem, do t'i gjejmë dhe Ajlës. I kam marrë këtë pulloverën, besoj se do t'i rri pak e madhe, e gjatë më shumë. Kjo ishte 6 euro. Pepco i ka ishte shumë të lira, pullovrat, pijamat, të gjitha, dhe besoj se ja vlen goxha që të vesh, që të blesh atje. Sidomos për këto që janë vetëm për gati 1 muaj. Një tjetër pullover, po kjo është shumë herë me plot se sa e para, më pëlqen më shumë si material, edhe duket e ngrohtë. Kjo i bëm fix tani Jasonas dhe kjo ishte 7 euro. Por është fantastike edhe kështu më pëlqen. I kam marrë dhe Ajlës pijama me këtë modelin. Kështu në këtë lloj me këtë lloj figurash identike dhe materiali i copës, i kam patur vjet nga Pepco një fustan Ajlës për Krishtlindje, edhe po. Edhe këto. Kam marrë edhe çorape që nuk i kam këtu sepse i përdora, i mora, i lava dhe u avesha fëmijëve. Kështu që i kisha marrë Jasonas 2 palë, edhe Ajlës 1 pako me Krishtlindje. Me Ajlën isha nxituar pak se më dukeshin si për çuna më shumë, por hajt, s'ka problem, i veshja ajo, të paktën dhe në përshpit i vesh. Të ndërohet sepse i bëjnë goxha pis. Meqense tani jemi në fund të videos, sepse unë mbasi të mbyll videon do bëj dhe dush dhe do iki të flas sepse jam pak e lodhur. Do të hapim dhe advent kalendari. Është herë e parë për mua që marr një advent kalendar, sepse më duket, kam patur këtë iden edhe e kam akoma që është një harxhim kot për mendimin tim, sepse produktet janë mini size, ndoshta shumë produkte nuk do përdoren fare, dhe mendoj që me lekët e një advent kalendari është më mirë që të vesh të blesh diçka që vërtet do ta përdorësh dhe do të duhet, sesa gjëra që do rrinë sirtar aty se do t'i dhurosh. Por meqense këtë vit vendosa të bëj vlogmas, thash
pse jo, ta provoj edhe me këtë advent kalendarin. Unë kam marrë të firmës Kores, doja diçka që ju të gjithë do ta kishnin dhe kështu që mora diçka të veçantë për mendimin tim. Ky është më shumë, ky advent kalendar është më shumë me skincare. Unë po e hap, është goxha i lezetshëm dhe ka këtu gjithë këto kuti që tani do më derdhen, po i hap këtu që të gjenjeshin. Tek advent kalendari ishte dhe kjo letra që më duket kishte disa, nuk e kuptova mirë, por ishte këtu. Tani po i gjyj shpejt numrin 1, pa mu zgjuar fëmijët. Ja ku është numri 1 dhe hapim të shikojmë se çfarë është. Okej, një mini size. Kjo është një mask për syt me kastraveca. Do ta përdor, besoj. Kështu që po. Besoj se do më vlej sepse i kam me goxha rrudha. Ky është fundi i videos, i vlog mas ditës së parë. Ne do shihemi në video tjetër, mirëpafshim.